Imagjinoni 2 milion goma makinash të hedhura në fund të oqeanit. Një plan që supozohej të shpëtonte mjedisin mori një kthes që askush nuk e parashikoi dot. Plot 50 vite më vonë, e vërteta e tmerrshme doli më në fund në sipërfaqe. Kjo nuk është thjesht një histori mbeturinash, por rrëfimi i Rifi Osborne, një vend ku qëllimet e mira ndërtuan një varrezë nën ujore. Çfarë ndodh kur njeriu tenton të mposhtë natyrën me mbetje industriale? Qëndroni me ne, sepse ajo që filloi si një zgjidhje gjeniale në vitin 1972 u shndrua në një katastrofë të heshtur që u deshën breza të tërë për ta riparuar. Zbuloni dështimin që fshihi në dallgët e kaltra të Floridës. Në vitin 1972, pikërisht pranë Bregdetit të Fort Lauderdale, Florida, diçka filloi në val që do të shndrohej në një katastrofë të heshtur. Ajo që nisi si një zgjidhje kreative për 2 probleme të mëdha, u kthye në një mësim të gjatë dhe të komplikuar që do të shpalosej përgjatë dekadave. Zhurma e motorëve të anijeve bënte i honë nëpër ujin e qetë dhe të kaltër, ndërsa grupi i parë i gomave goditi detin me një spërkatje. Kapiten Mike Roberts qëndronte me krenari në kuvert, duke buzëqeshur ndërsa ekuipazhi i tij hidhte gomë pas gome në oqean. Kjo do të jetë madhështore, bërtiti Majku mbi ulurimën e motorëve. Po u japim peshqve dhe koralit një shtëpi të re. Thjesht prisni. Por Majku nuk e kishte idenë se kjo ide e madhe do të përfundonte duke shkaktuar dëme serioze dhe se do të duheshin breza të tërë për t'u marrë me atë që erdhi më pas. Majku dhe ekipi i tij vërtet besonin se po bënin diçka të zgjuar. Ata donin të zgjidhnin 2 probleme në të njëjtën kohë, të hiqnin qafe miliona goma të vjetra dhe të ndërtonin një rif gjigant për të ndihmuar jetën detare të lullëzonte. Qeveria ra dakord dhe u dha dritën jeshile. Për muaj të tërë, maune dhe anije të pajisura posaçërisht transportuan pirgje masive gomash në det. Vinçat dhe ripat transportues lëviznin gomat nga pikat e grumbullimit drejt anijeve. Zhytësit i vendosnin me kujdes gomat në fundin e oqeanit, duke përdorur mjete speciale. Në kuvert, makinerit i lidhnin ato së bashku duke përdorur litar të fortë dhe kapëse metalike me shpresën se do të qëndronin në vend nën ujë. Deri në kohën kur përfunduan, më shumë se 2 milion goma ishin në fund të detit të përhapura në një zonë me madhësinë e rreth 35 fushave të futbollit. Ishin dashur muaj pune të palodhura dhe koordinim të ngushtë. Ata e quajtën me krenari Rifi Osborne, të emocionuar për atë që mendonin se do të ishte një e mirë e qëndrueshme. Në fillim, gjërat dukeshin sikur po funksiononin. Peshq të vegjël lëviznin mes pirgjeve të gomave dhe një shtresë holl algash të gjelbra filloi të përhapej mbi gomë. Majku dhe ekipi i tij ishin të emocionuar. Ndjehej sikur kishin bërë diçka të vërtet të mirë për oqeanin. Por me kalimin e viteve, e vërteta filloi të shfaqej. Korali që ata kishin shpresuar nuk u kap kurrë realisht dhe jeta detare nuk erdhi në numrat që pritej. Në vend të një rifi të lullëzuar, Rifi Osborne filloi të dukej më shumë si një mbeturinë e çuditshme nënujore. Më keq akoma, fuqia e oqeanit doli të ishte më e fortë se sa kishin planifikuar. Kapset metalike u ndryshkën dhe u këputën, ndërsa litarët që mbanin tufat e gomave u vjetruan dhe u prishën. Hidhemi në vitin 1990, një vajzë 12 vjeçare e quajtur Jenna Martinez, po ecste në plazh me familjen e saj kur vuri re diçka të pazakontë, gjysmë të varrosur në rër. Ishte një gomë e dëmtuar, e mbuluar me krijesa të vogla guaskash. "Babi, shiko këtë", thiri ajo. Babai i saj erdhi i befasuar kur pa një gomë të vjetër të nxjerrë në breg. Asnjëri prej tyre nuk e kishte idenë se ky ishte vetëm fillimi i një çështjeje shumë të madhe. Gjatë viteve të ardhshme gjithnjë e më shumë goma filluan të shfaqeshin përgjatë vijës bregdetare të Floridës. Disa ditë kishte aq shumë, saqë vështirë se mund të ecje pa shkelur mbi një të tillë. Njerëzit filluan të pyesnin se nga vinin të gjithë ato, ndërkohë në sipërfaqe situata po përkeqësoi. Gomat e liruara ishin bërë të rrezikshme, duke u rrotulluar si topa masiv gomash për lojën e bowlingut. Ato përplaseshin me rife të vërteta të koralit që kishin dashur dekada për të rritur. Fundi i oqeanit, dikur plot gjallëri, po kthehej në një vend depozitimi mbeturinash.
Kur shkencëtarët më në fund zbritën për të parë më afër, mbetën të shtangur. Një studiues nga Universiteti i Miamit tha se dukej si një zonë lufte. Gomat ishin të shpërndara kudo të bllokuara mes shkëmbimeve, të pirgjosura, madje edhe të ngatruara rreth këmbëve të breshkave të detit, ndërsa ato përpiqeshin të notonin. Vendi origjinal i rifit ishte në gjendje më të keqe. Në vend që të ishte plot me peshqi dhe koral, ai ishte bërë një zonë pa jetë, vetëm rër e zhveshur dhe pirgje gome ku asgjë nuk donte të jetonte më. Deri në fillimin e viteve 2000 ishte e qartë se diçka duhej bërë, por nxjerrja e 2 milion gomave nga oqeani nuk do të ishte e lehtë. Do të duhej shumë kohë, financim dhe disa mendime të zgjuara. Pastaj në vitin 2007 erdhi një lajm i mirë. Coastal America, një program i vogël federal, ra dakord të lejonte ushtrinë të përdorte heqjen e gomave si pjesë të shërbisjes së tyre. Ishte një fillim. Zhytësi i ushtrisë, Jason Giacaveno dhe ekuipazhi i tij u hodhën brenda, fjalë për fjalë, dhe filluan të nxirrin rreth 1000 goma në ditë. Është si të pastrosh një vend grumbulli mbeturinash nën ujë, tha Giacavenko. Por po ja dalim. Çdo gomë që nxjerrim është një rrezik më pak për jetën e oqeanit. Puna nuk ishte e lehtë. Zhytësit përballeshin me rryma të forta, ujë të turbull dhe rrezikun konstant për t'u kapur në mbeturina. Por ngadalë, një gomë pas tjetrës, ata filluan të bënin progres real. Ndërsa u përhap lajmi për projektin, ai tërhoqi vëmendjen e grupeve mjedisore dhe njerëzve të thjeshtë që kishin shqetësim. Dyqanet lokale të zhytjes filluan të organizonin fundjava vullnetare duke ftuar zhytës të certifikuar për të ndihmuar në mbikëqyrje të rreptë. Këto pastrime u dha njerëzve të thjeshtë një mënyrë për të qenë pjesë e zgjidhjes. Megjithatë, pas pak muajsh u bë e qartë se problemi ishte shumë i madh për t'u përballur vetëm nga vullnetarët. Në vitin 2015, Departamenti i Floridës për mbrojtjen e mjedisit ndërhyn duke ndarë $1.6 milion për të financuar një pastrim profesional në shkallë të gjerë. Puna i kaloi korporatës së zhytësve industrial dhe plani ishte që të shpenzoheshin mbi 2 vjet për të përfunduar atë që kishte filluar vite më parë. Duke punuar nga një maune, ekipi i tyre i zhytësve të trajnuar punoi me orë të gjata duke nxjerrë gomë pas gome nga fundi i detit. Duket si arkeologji në ujore, tha Maria Gonzalez, e cila drejtonte ekipin e zhytjes. Po gërmojmë gabimet e vjetra, por po shohim edhe shenja që natyra po fillon të kthehet. Gomat e nxjerra u dërguan në port Everglades, pastaj u ngarkuan në kamion dhe u dërguan në pështete në Tampa. Atje ato u dogjen për të prodhuar energji elektrike, duke u dhënë të paktën një përdorim gomave që kishin shkaktuar aq shumë dëme. Ndërsa pastrimi po merrte shpejtësi, kapiten Mike Roberts, tani në të 80-tat e tij, vështronte nga larg, pa mundur të hiqte qafe fajin që kishte mbartur për vite me radhë. Ai kishte besuar në projekt atëherë, por tani donte të ndihmonte në rregullimin e tij. Një ditë, ai surprizoi ekipin e pastrimit me një ofertë të papritur. "Unë i njoh këto ujëra më mirë se kushdo", tha Majku, me zërin që i dridhej nga emocioni. "Më lini t'ju ndihmoj të gjeni vendet që kanë nevojë për më shumë punë." Në fillim, ekipi nuk ishte i sigurt, por vendosën të jepnin kapitenit të vjetër një shans. Doli të ishte vendimi i duhur. Njohuritë e thella të Majkut për fundin e oqeanit i ndihmuan ata të lokalizonin pirgje të fshehura gomash dhe i paralajmëruan për rrymat e vështira. Më pas erdhi momenti që ndryshoi gjithçka. Gjatë një zhytjeje rutinë, kartografimi, Majku uri re diçka të pazakont në sonar. Kur zhytësit zbritën për ta kontrolluar, zbuluan diçka të pabesueshme, një koloni të vogël korali që rritej pikërisht mes gomave. Shkencëtarët mbeten të mahnitur. Kjo rritje e re u dha atyre sugjerime se si korali mund të mbijetonte në kushte të vështira. Ajo gjetje nxiti teknika të reja të restaurimit të rifit që përshpejtuan rimëkëmbjen. Syri i mprehtë i Majkut kishte çuar në një zbulim të madh. Deri në vitin 2020 u bë progres real, por puna nuk ishte mbaruar. Më shumë se gjysmë milioni goma ishin ende aty. Në vitin 2022, saktësisht 50 vjet më vonë, ndihma erdhi nga një vend i papritur. Miliarderja e teknologjisë dhe avokatja e mjedisit Elena Reeves dëgjoi për projektin dhe pa një shans për të testuar teknologjinë e re të kompanisë së saj për pastrimin e oqeanit. Ekipi i saj në Ocean Tech Solutions
lëshoi një grup mjetesh nën-ujore autonome të quajtura AUVS për të mbështetur zhytësit. Ne po përdorim robotikën më të fundit krahas zhytësve të aftë tharifs. Fal teknologjisë së re, gjërat u përshpejtuan shumë. Në vetëm pak muaj më shumë se 600.000 goma u nxorën nga zona e Rifit. Historia e Rifit Osborne është një histori që njerëzit nuk do ta harrojnë. Është një kujtesë e fuqishme se edhe me qëllimet më të mira ne mund të shkaktojmë dëm nëse nuk e kuptojmë plotësisht atë që po bëjmë. Kapiteni Mike Roberts, njeriu që ndihmoi në fillimin e gjithë kësaj, tani është një burr shumë i moshuar që jeton në një shtëpi pushimi të qetë pranë plazhit. Ne vërtet menduam se po bënim gjën e dur për oqeanin, i tha ai një reporteri jo shumë kohë më parë. Doli që natyra nuk reagon gjithmonë ashtu siç e presim, por jam krenar për mënyrën se si njerëzit u bën bashk për ta rregulluar. Kjo më jep shpresë se mund të rregullojmë edhe problemet e tjera. Herën tjetër që do të shihni dikë duke ndëruar gomat e makinës, ndaluni një sekond dhe pyetni veten ku do të përfundojnë ato goma. Dhe kujtoni historinë e Rifit të gomave. Ndonjëherë përpjekja për të ndihmuar mund të shkojë keq, por me punë e ekip dhe kujdes ne mundemi gjithmonë të përpiqemi ta rregullojmë atë. Çfarë mendoni ju për këtë histori? A mendoni se diçka e tillë mund të ndodhë përsëri? Si mendoni se mund të bëjmë një punë më të mirë në mbrojtjen e oqeaneve tona? Na tregoni mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të pëlqeni, ndani dhe regjistroheni për më shumë histori rreth oqeaneve tona të mahniqme dhe misterioze.